Me rastin e 5 vjetorit të ndarjes nga jeta të neuropsikiatrit, veprimtarit dhe humanistit Dr. Ismet Abdullahut në Teatrin Adriana u mbajt akademi përkujtimore. Për të nderuar jetën dhe veprën e tij të pranishëm ishin miq, dashamir, drejtues të pushtetit e të tjerë. Bashkëpunëtorët e të ndjerit Dr. Ismet Abdullahut shpalosën kujtime për të ndjerin gjatë angazhimit të tij profesional. Punuam në planin strategjik të shëndetit mendor. Ka qenë antar i grupit të punës, i cili ka japur një kontribut jashtëzakonshëm në atë proces një vjeçar, së bashku me ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. E më tutje e bëm hapin e ardhshëm së bashku prapë në realizimin e këtij plani strategjik. Dhe hapëm së bashku, e ndërtuam dhe hapëm së bashku qendrën e parë shëndetit mendor në Kosovë, e cila më pastaj u pasua dhe me ndërtimin e 9 qendrave të tjera në vazhdimsi. Me punën që e ka bërë në atë qendër, ai ka shënuar një faqe të re të shëndetësisë kosovare në lëmin e shërbimeve të shëndetit. Dhe u taku me 30 dhjetor të para 5 viteve. Edhe pse më sot ndodhes ku me qenë para një viti. Unë po them prapë 3 vite, po që dhe vite po shkojnë edhe një po plakim. Ka qenë një takim i fundit mes dy shokëve. Ka qenë takim ku për atë fundit ke mundësi edhe ma të që njëtë i thanë shokët dhe miku tanë miru pafshim. Po, unë dhe njëpë e presejstu, mas shtia është kur në momentin e fundit jetës miqë dhe shokët dohen si shokë. Kontributin e Dr. Ismet Abdullahut dhënë për shëndetësinë e vlerësoi lart edhe kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa. Dhe me kontributin e angazhimin e tij profesional ai ka kontribuar që t'i vëj bazat e një shëndetësie moderne në komunën e Ferizajt, për çka si produkt dhe punë rrjedhëse e tij jemi këtu ku jemi edhe përkundër vështirësive me të cilat ne natyrisht që përballemi. Por që secila veprimtari përkujtimore, siç është edhe kjo akademi e rastit, ka për qëllim që të përçojë një mesazh dhe mendoj se përkujtimi më i mirë i Dr. Ismet Abdullahut është që ne të punojmë me ngulm që ta materializojmë veprën e tij, sepse shëndetësia e Ferizajt ka shumë çka për të bërë, por që është në rrugë të mirë për të bërë. I ndjeri Dr. Ismet Abdullahu kontributin e tij e kishte dhënë edhe në politikë bërje. Ai për disa vite ishte antar i Kuvendit Komunal të Ferizajt nga radhët e Aleancës Kosova e Re. Disa fjalë për njërin ndër themeluesit e këtij subjekti politik në Ferizaj i tha edhe kryetari i degës AKR-s në Ferizaj, Ibrahim Hyseni. Sot, 5 vite më parë, subjekti politik Aleanca për Kosovë të Re humbi veprimtarin e devotshëm të saj, njërin ndër themeluesit e degës së AKR-s për qytetin e Ferizajt, mungesa e cilit është e pamundur të kompenzohet duke pas parasysh dimensionet dhe komponentet e cilit i përfaqësonte Dr. Ismeti. Kështu, Dr. Ismeti u bë pjesë e Kuvendit të komunës në mandatin 2007-2009, duke qenë kështu një zë i fuqishëm i qytetarëve për të ngritur e kontribuar në realizimin e objektivave dhe synimeve të qytetarëve. Për vlerësimin e veprës dhe jetës së të ndjerit Dr. Ismet Abdullahut, familja Abdullahu shprehu falënderime. Familja jonë e kujton Dr. Ismetin si një djalë, vëlla, të mrekullueshëm, si një prind dhe bashkëshort me virtyte të urta dhe të përgjithshme që diti të na dhuroj dashuri të gjithë neve që e rrethonim. Ne sot jemi falënderues që çdo ditë po e shohim se si puna e tij prej doktori dhe veprimtari është shumë e vlerësuar nga të gjithë ju. Nuk ka si të mos e admironte familja e jonë. Jo vetëm modestinë e jashtëzakonshme të Dr. Ismetit, por edhe energjinë e tij për t'i frymëzuar, për t'u dhënë shpresë dhe për t'u ndihmuar të gjithë njerëzve me aq shumë brenga dhe halle. Dr. Ismet Abdullahu ishte mjeku i parë shqiptar që punoi në shtëpinë e shëndetit në Ferizaj. E në vitin 1981 u zgjodhe dhe drejtori i kësaj shtëpie të shëndetit. Ismet Abdullahu u nda nga jeta pas një sëmundjeje të rëndë në vitin 2009.